Ka 10 ditë prej kur 5 nxënës të ciklit të ollët të shkollës fillore Xhavet Ahmeti në Prishtinë janë sulmuar nga 4 nxënës të klasave të 8 dhe të 9 të së njëjtës shkollë. Por ende policia nuk ka dorëzuar në prokurori kallëzim penal, kanë konfirmuar në organin e akuzës. Hetuesit janë në përpilimin e kallëzimit penal dhe ende nuk është dorëzuar në prokurori. Për më shumë informacione, ju lutem adresohuni në Policinë e Kosovës. E në polici nuk kanë treguar pse nuk është bërë kallëzime. Pyetjeve të kohës u janë përgjigjur duke dërguar raporti 24 orësh. Janë arrestuar 3 të dyshuar meshkuj kosovar të mitur, pasi që të njëjtit kishin kanosur viktimën mashkull kosovar i mitur. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Sulmin që ka ndodhur në oborin e shkollës, drejtori Xhavet Berisha e cilësoi një ditë më parë si lojë fëmijësh, e të premten ka kërkuar falje. Veç lojë fëmijësh nuk mundet me qenë. Prandaj e shfrytëzoj rastin edhe kamerat e juaja që gjithë prindrit e fëmijëve të atakuar që janë ndirë të fyrë nga ajo fjalë do nga konteksti prej meje, unë ju kërkoj falje. Për arsye se po mos ishte rasti i ndjeshëm, ne si menaxhment i shkollës nuk do të intervenonim te policia mas pari, te qendra për punë sociale, te komuna, për arsye se rastet nuk fshihen. Koha edhe gjatë ditës së premte ka kontaktuar drejtorinë e arsimit në komunën e Prishtinës lidhur me incidentin, por nuk ka marrë përgjigje. Më 10 qershor, 4 nxënës të shkollës fillore Xhavet Ahmeti në Prishtinë, 3 të klasës së 9 dhe 1 i klasës së 8, në oborin e shkollës dyshohet se kanë sulmuar 5 nxënës të ciklit të ollët, nga klasa e parë deri në të 5-ën. Prindi i njërit prej fëmijëve të sulmuar, Bujar Bajqinca, ka deklaruar se djalit të tij kanë tentuar t'ia djegin flokët dhe ta zhveshin.